se të gjej në kuzhinë me mëngjesi. Mirë se erdhe. Pas kemi japrak. Japrak me gjethe rushi. Një recet tani e bukur, e shishme e këtij sezoni, shumë e këndshme, tradicionale, e kemi të veçantë, kështu që bujrum, ju ftojmë të gjithëve të frymëzoheni për ta përgatitur dhe për ta rikthyer në kuzhinën tuaj. Atëre, japrak me gjethe rushi, Albana doli në baçe, duart me gjethe i mbushi, edhe, kur thotë dhe goca bujrum, të gatuajmë së bashku, dhe gjithë se cili anë është pinë vetë. Gatuajmë bashkë dhe anë se cili është pinë vetë. Kam gjethet e rushit. Kam gjethet e rushit. Kam qepët e njoma, sikurse kam edhe bishat e qepëve të njoma. Në fillim, pres kokat e bishave të njoma, të qepëve të njoma, në yndyrë dhe në pak ujë që është nga zjerja e gjetheve. Kam orizin. Pra them edhe produktet dhe më duhet të ta shtoj direkt. Kam orizin. Orizin nuk e kam para zjerë, absolutisht fare, por e kam lënë 10 minuta në avujt kur zieshin gjethet e rushit. Kur zbuteshin më saktë, se jo zieshin. I lë të kaurdisen. Kam jeshilliqe, çfarë të doni ju pas dy spinaj, çfarë të dëshironi ju, çfarë mund keni. Bishat e qeve po, kripa piperi, bimët aromatike, nenexhiku ju freskët, majdanos, koper, pra është një kombinim i të tre këtyre bimëve aromatike, bishat e qeve të njoma, gjë që unë i kam këtu, por kam edhe 2 thelpi hudhre, që do të ashtoj kështu si që është. Të japi aromën, sepse më pas e mbys fare në aromën e hudrës. Pa tjetër që duhet hudra e njom, sepse hynë tek barishtet e njoma, ja. Dhe në momentin e zjerjes, pa tjetër, unë them që mëra të shien tamam si tru. Do të shtoj limonin, për të ruajtur orizi konsistencë, sikurse dhe ngjyrën e bardhë. Dhe themi gjithmonë që po e hëngri syri, është e duhur. Dhe goja. E lë, më pas këtë e ruaj për tek limontoz ose limon, e mira më të mirave shekullëve shahini, por akoma nuk janë, dhe gjyshet tona dikur, meni rushin e pa bërë, e shtyprin dhe e kalonin në nap. Lëngu që përfitohej nga kullimin i napës, si tek sita, po sita është e madhe, atë e ruanin për të krijuar atë thartirën e duhur. E përdojnë për gjërat e tjera atë. Unë them të japrakët, so që kemi japrakët, për gjërat e tjera pastaj... Jo, përdojnë dhe për depilime, që nëse kemi e pastaj, të sqarojmë me pjesën. E bashkonin me sheqer dhe krijonin atë maskën, atë kremi. Po gjyshet kanë ditur më? Gjyshet më në çuraket tona. Shtoj, masën e kripës, erzat, me radhë. Dhe, nuk po duhet më tutje. Në fakt, japrakët tani e kanë shien më të mirë. Qepët e njoma. Vazhdoj me jeshillëqes tani. Sikurse, se këtë po kërkoja, i transferoj. Dhe më thënë, këto qepët e njoma dhe jeshillëqet e tjera nuk do gatuhen. Se është puna, transferimi, transporti, është linjë ajrore o në toksore. Edhe tiganore. Direkt në tiganore. Jo në doganore, në tiganore. Njëri nga çunat këtu në mëngjes, s'ka 10 minuta, po na jepti disa këshilla të duhura. Dhe mësoni dhe nga të vegjë, se disa një që është, nuk e kisha dhe budin naq, po një 2 dutat vogla, ja që u rregullu Terezia. Shtoj sërish lëngun e limonit, apo jo? Po!
këshillave të besimit. Pa tjetër. Mëngjes, për motivimin. Ana mungon vetë besimi. Unë bile se mos e kam pak vetë prit. Jo, gjë e mirë është kur... E përzjej. Gjë e mirë është kur një profesion vetëm. Jo, nuk e kuptoj vetë, po them nga ato që më thonë dhe nga profesioni që kam, them që e kam. Më në ditë e sot më duhet vetë besim lartë dhe pik. Tani, po ju thoja... Toçka zapitanja. Pik. Po ju thoja që gjethet e rushit në këtë sezon janë më të buta, nuk kanë ata shpërsin që e kanë më vonë, kështu që është koha më mirë, periudha më e mirë për t'i gatuar, edhe pastaj për t'i mbajtur aty dhe në ngrirje, sepse më vonë ato ashpërsohen dhe nuk në hapin shijen e dur. Edhe kërcelin e kanë më të fort, më vonë tani është e butë, është si një fletës që ka dhe një, ju vjen dhe një tekstur delikate, ndryshe nga gjethet e rushit më vonshme. Kështu që zgjidhini tani për t'i gatuar, ndaj është sezoni t'i mbushni në mënyra të ndryshme, me jeshillëqe, me oriz, me erza, me bimë aromatike. Në të kundërt i merrni, siç i keni të tilla, lidhini dhe vendosin në kavanoz që t'i keni në çdo kohë. Pikërisht. Largoj gjethet një nga një, sepse nuk më duhen kërcejt. Me kërcel shumë mirë, si që kemi, i vendosim për qajrë. Kërceli ka vlerat të tjera, përveç gjethes. Ja, ku jemi në... Ja, i largoj të gjitha dhe jam... Ja, dhe në energjikun e kemi gati, në fakt duhet dhe jep një aromë shumë të këndshme gatimit. Shtoj, bimë aromatike këtu, Uniki. Bushe mirë dorën, merë koper, merë majdanos. Këto i kemi bimët tona të preferuara. Jepet e koperin këtu. Dhe bishtat gjithmonë, jo pa qëllim, ju i keni parë që unë i ruaj. Shumë mirë, gjizën, gjalpin, kur bishtat, si që i keni bishtat, i përzini me gjizën, pak ara, pak mjalt janë shumë të duhura. Lëkura limoni, si që provuam dhe dje ishte yllil fare, po të doni të gjalpi, si që keni gjalpin, shtoni bimët aromatike, plot bimë aromatike dhe vërin në ngriri që atë pësoj një ngrirje. Dhe më pas atë përdoreni vazhdimisht, në brusketa, në gatime, ku dëshironi ju. Nëse keni nevoj për ndim për oreks, unë ja ku jam. Për ndim... Po, ta jam ndimën kësun, pa hezituar. 24 orë? Jo, 24 orë, se vetëm do isha robot. Atëherë bëjmë së bashku një përmbledhje të recetës së japragëve, një recetë e shishme duhet të thënë, e traditës, edhe që na sjell tani në pranverë këtë aromë fantastike të bimëve aromatike, sepse ato i përdorim me shumicë për këtë recetë, ndaj edhe na shijon shumë. Ju duhen gjethe rushi, ne kemi vënë një shifër 40-50, por në varësi të sasisë që ju do të përgatisni. Ju duhen qep të njoma, 10, 2-3 hudhra të njoma, tufa të vogla me jeshillëqe, oriz, një filxhan çaj, bimë aromatike, koper, majdanos, nenexhik, krip, piper i zi dhe vaj ulliri. Një vlim të lehtë fillimisht gjetheve. Pakos fare piper. I lini kështu të teren. Kam vendosur dhe nenexhikun. Po. E ftohtë. Këtu të thatë, të ftohtë. Largojmë që të kem bangon të pastër. Bangon me gjethet gati për t'i mbushur. Për t'i vendosur më pas tek tepsia. Bëj një shtypje të mirë. E ta fike dhe këtë sobën, se nuk më duket. Kjo është arsyeja pra që nuk i gatuam. Jeshillëqe se do t'i shuajmë. Pra duhet të ketë më shumë jeshillëqe se sa oriz. Po. Sepse orizi, gjatë zjerjes, normalisht do marri volumin e vetë. Ja. Një mix aromash, gjë që unë direkt e largoj udhrën. Po. Dhe sa e preku pak shije, ngacmoj pak shijen. Patjetër që me aromën e vetë, tani ti provoj për krip, nëse duhet apo jo më tepër. Ju mund të shtoni limontoz, si që thash kumdo çahine është me dura dhe kjo është janë gatesat e Tiranës, anvisave të Tiranës. Ose me rushin, pastaj e përdor jugu. Me rushin e thartë, kokën që sa po kryohet.
Gati kemi mbushjen, gati kemi gjethet, tani gati për ta montuar. Kjo është faza e fundit, përpara se vendosim për tu zier pjekur në tenxherën tonë, tek e cila do t'i vendosim ngjitur, ngucur me njëra tjetrën. Por, një shtrat me gjethe rushi i duhet tenxheres. Pa tjetër derisa shtrati të jetë i plot, të jetë embuluar si përfaqja e poshtme, sa më të holla, e mirat mirave, pjesa e poshtme asnjëherë nuk kalon në zbutjen e gjetheve, faktikisht. Tani unë i kam dhe do të përdor këto. Sikurse dhe pjesa e sipërme. E mirat mirave... Të pazjera, po thua? Po. Dhe pjesa e poshtme dhe pjesa e sipërme. Kam edhe një këtu dhe... Tani fillojmë me mbushjen e gjetheve. Gjethet i kemi mesatare, as shumë të mëdha, as shumë të vogla. To gjethe që mua më tepruan për shembull këtu, që nuk ka shansi të teprojnë, një gërshër. Do t'ja grish brenda. Po. Pra, dy gjethet që na mbetën që janë më të vogla që i kishim për shtratin, ja vendosim brenda mbushjes, sepse në kuzhinë asnjë gjë nuk shkon dëm, asnjë gjë nuk hidhet. Këtë gjethet e... Bëjmë të parën, dhe pastaj do bëjmë një shkëputje të shkurtër që të vazhdojmë me të gjithë sasinë tjetër të gjetheve për t'i mbushur. Atëre, kur unë kam, kur gjetja është e vogël, normalisht do të marr një masë të lugës, për shembull, të kësaj luge. Plot, për shembull, ja. Sepse me që duart i kisha. Dhe i palosim. I mbështjellim mirë, të që të mos të hapen dhe i vendosim që të jenë edhe bukur. Dhe një shtrydhje të mirë. Dhe e vendosim tek... E vendos direkt. Kështu do të vazhdojmë punën, ndërkohë ne i bëjmë radh gjatë shkëputjes son të parë, shkëputja shumë e shkurtër dhe do të na gjeni në punë e sipër. Rikthehemi pas këtij mesazhi promocional. Dhe vazhdojmë me mbushjen e gjetheve të rushit, një punë në grup, si nuk na dha njëri një dorë, Alban. Po për të ngrënë janë, po për të gatuar. Ja se dhe pak dhe i mbarojmë në këtë pjesë të parë të recetave. Shpresojmë që ju besoj anvisat që i kemi, ato anvisat që kanë obor, me siguri që i kanë gatuar 2-3 herë deri tani të gjethet. Erën tjetër kur t'i sjellim, do marrim edhe... Do sjellim dhe gatime me ato kumbullat. Kur t'i vi rada pa tjetër. Kumbullat e tharta, shahine. Dikur, kur ishim në shkollë... Ande nga ne i thomë pupunec ka atyre. Vinin ijet, edhe i shtisit me 5 lek ka ushi. 5 lek ka ushit, saracat, farat, çfarë kishin në shtëpi. Edhe mirë bënin. Kur gjetja është e madhe, nuk kemi nevojë, sepse mundohemi që t'jetë një gjethe. Kjo është receta e sushit shqiptar. Po. Në praktikën, në punën dhe proces, dhe është ku e ku sa e shishme. Të bëhen sa një kafshatës, kështu që gjethet nuk na duhen dhe shumë të mëdha, mirë i kemi. Pra, po të më kesh mundësi t'i bësh me një gjethe, mirë do jetë. Po. Jo, janë dhe kështu, janë dhe të kollajta për kollufitje. Pikërisht. Janë një kafshate sipër, të cilat pastaj më çfarë i shoqërojmë, thonë në një kos? Kos, dall. Separator, për shembull kosin me koper brenda.
Po ke bim aromatike shumë brënda që këshu? Po, i ka të gjitha aromat në fakt. Opa. Ja, mos u mërzisni dhe 3 fundit kemi. Dhe do të vendosim direkt në Pra, e mira është që të tjetër. jenë sa më të vogla, sa gisht i vogël. Ajo është, aty është sekreti. Op, një të tillë edhe prit. Këtu. Ja, pjata tjetër. Këtu, baruane? Edhe 2 janë aty të fundit. Opa, laçe. Edhe i thash fshatarit, sa gjethe ke? Po më pas ka gënjur, faktikisht. Po i kemi vënë nga 2 moj? Po më ka gënjur, pra. Se di se sa kisha marrë. Më ka gënjur. Ne nuk na duhen më shumë, se na mbushet plot kjo pastaj, s'kemi si t'i vendosim. Ja, ratë njëra pas tjetrës, ngjeshura. Ne shqyqyri kemi ato, ajo thot më ka gënjur. Shqyqyri kemi. Buqit, fermerët, fshatarët. Më kati më i madhë është të vjedhësh në kandar. Ja. Shumë bukur i kemi bërë, na lumt, i përfunduam. Opa, laçe, e voç kolfare. Edhe një përmbledhje recetën e shkruar për amvisat tona. Dhe do të kalojmë njëherë patjetër tek receta e radhës. Përgatitëm sapo japrak me gjethe rushi. Gjethe rushi duhen 40 copë. Merrni të sakta, mos u gënjeni dhe juve. Mos i besoni fshatarit. Qep të njoma, shaka e gjitha, qep të njoma, 2-3 hudhra të njoma, 3-4 tufa të vogla me jeshillëqe, cilat i zgjidhni ju sipas qefit, sipas dëshirës dhe mundësisë, oriz, bim aromatike, krip, piper i zi dhe vaj ulliri. Procesin besoj e kuptuar, ka udisëm vetëm qepën, një vlim ose një avull orizit sa të zbutet pak, më pas i bashkua me jeshillëqet, shtuam bimët aromatike, shtruam shtratin, dhe më pas japrakët. Shtoj pak. Aty kemi zjerë gjethet, lëngu i gjetheve të rushit. Shtojmë edhe mirë vajnë. Kjo do t'jetë edhe pamja përfundimtare e recetës. Do t'a lëm pak minuta aty për të zjerë. Dhe e ka të domosdoshme pjesën e thartirës, që ajo ja jep atë shijen, pjesa e thartirës. Pakos fare krip, ja marrë dhe kripën, krip të rregullojmë shijen dhe do të presim që ti shijojmë deri në fund të recet të shishme të këtij sezoni me këto aromat e bimëve dhe jeshillëqeve, të cilat na bëjnë shumë mirë për shëndetin tani. Populli thot na pastrojnë gjakun. Shtoj dhe pak fare sheqer. Shumë pak. Okej. Kështu përfundoi, pra gatuam sot japrakët me gjethe rushi, gatuam reçelin apo glikon e karotave me portokall dhe përfunduam me kroketat e domateve, tek të cilat sollëm edhe qoftet me mbushjet e japrakëve, të cilat, siç e tham, i ricikluam, nuk e hodhëm, na teproi. Një përveç, ose pak fare ves, pak miell, krijoni dhe këto qoftëzat siç i shihni, një pjatë e bukur e këndshme e shijshme, kujdes se është e nxehtë. Do t'i përshëndesim tani anvisat për t'i lënë takimin me rezen pak më vonë. Largojmë majdanozin edhe limonin, kam bërë punën e tyre, kanë lëshuar aromën edhe shijen. I lëm paksa të ftohen në krem ose në kos, pra duhet derisa të shteroj gjithë lëngu, në krem ose në kos, ju mund t'i konsumoni si që doj zemra juve. Një sugjerim do ishte shumë mirë të ishin të ftota, ashtu shijojnë më tepër, me atë kosin e ftohtë. Të lumshin duar. Faleminderit, edhe vazhdojmë punën më tutje. Do t'i gjeni pas pak edhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, na bëni aty subscribe, na komentoni dhe na shkruani. Ju përshëndesim nga kuzhina, shihemi pas pak me Reze Dielli, vazhdon pas lajmeve të orës 10.